Bismillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Të ndu vllazër dhe motra, jemi me tefsirin e surës An-Nisa. Kemi arritur deri tek ajeti 155. Sot me lejen dhe mendimin e Zotit xhallashanuhu do t'i lexojmë disa ajete dhe pastaj do të përpiqem që ti komentoj këto ajete të cilat i lexoj. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Pra, këto janë vargje të cilat i recitova, janë ajeti 155 deri tek ajeti 159. Epse koha është shumë e ngushtë, po do të përpiqem që ti përkthej dhe një komentim shumë të shkurtër. Ju kujtohet javën e kaluar kemi qenë duke folur ose duke komentuar ajetin e Kur'anit për të cilën në kohën e Muhamedit alayhis salam Ehlul Kitab, dhe kemi shpjeguar Ehlul Kitab janë krishterët dhe hebrejt që kanë jetuar në Medinë. I kanë thonë Muhamedit alayhis salam, ne të besojmë ty me një kusht që ky Kur'ani që ti po pretendon se u ka të shpallet për Zotit, pse s'po shpallet për një herë si libër që na mi pa mi prek, edhe Allahu subhanahu wa taala don mi qetësu shpirtin e Muhamedit alayhis salam, duke thonë ti mos u çudit pyetjet që këta ti bojnë ose kërkesat që këta i kanë, për shkak se Musa alayhis salam e kanë pyet diçka edhe më pa kuptim se sa kjo. Musa alayhis salam i kanë thonë nuk të besojmë ty përderisa na nuk e shohim Zotin. Edhe kemi shpjeguar pastaj se çka ka ndodhur me Banu Israilet. Sot ajetet vazhdojnë pavarësisht në çet temë. Dhe vazhdon Allahu duke thënë febima naqdhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah. Allahu pastaj i përshkruan popujt e mëhershëm, në këtë rast hebrejt, të cilët kanë qenë në Medinë dhe hebrejt e mëhershëm, thot febima naqdhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah. Ata shpesh e kanë pas traditë që ta thënë premtimin që e kanë dhënë. Ta thënë premtimin që e kanë dhënë. Nëse e shohim historinë e Musës alayhis salam me Banu Israilet, e shohim se shpesh vllazen fatkeqësisht Banu Israilet janë tallë me Musën alayhis salam, kanë bëu hajgare. Edhe pse i kanë pas shumë mrekullit Zotit xhallashanuhu, mirë po kohë pas kohe janë tallë edhe kanë bëu hajgare me Musën alayhis salam. Dhe shpesh ja kanë dhënë fjalën që do të qëndrojmë besnik ndaj shpalljes, do të qëndrojmë besnik ndaj kryerse urdhave të Zotit xhallashanuhu, mirë po kohë pas kohe e kanë thyr fjalën që ja kanë dhënë Zotit dhe pejgamberit e tij Musës alayhis salam. Wa kufrihim bi ayatillah, dhe i kanë mohuar faktet, dëshmit e Zotit xhallashanuhu. Ayatillah, shenjat e Zotit janë shenja fetare dhe janë shenja kosmologjike. Shenjat fetare janë ajetet e Kur'anit, vargjet e Kur'anit, ose janë shpallja më hershme, siç ka qenë Tevrati, Zeburi, Injili e kështu me radhë. Këto janë shenjat e Zotit. Dhe shenjat e Zotit janë kosmologjike. Çush janë? Ose ato që i kemi në trupin ton, e që trupi jon, vllazën dhe motra, është i stërmbushur me shenjat e Zotit.
Mjafton një veç trupin e vet me shiku. Edhe me meditu rreth krijimit të trupit të tij. E pastaj shenjat e Zotit janë gjithandej në për natyrë, në për tokën, në për qiell, në për det, në për ajër. Ka shumë shenja të Allahut subhanahu taala. Dhe të gjitha këto i kanë mohuar pra Banu Israilit apo Ahlul Kitab. Wa qatlihimul anbiya. Dhe shpesh kanë çuar dorë mbi pejgambert e Allahut subhanahu taala. Kanë vrarë pejgamber. Historikisht dihet se kanë vrarë në xhaminë e Shait në Quds, e kanë vrarë Zekrijan edhe të birin e tij Jahjan alayhi massalatu wassalam. Kanë vrarë shumë pejgamber tjerë, mirë po këta dy dihet sigurt se i kanë vrarë domethënë Banu Israilit pejgambert Allahu subhanahu wa taala. Realisht vllazën dhe motra, pejgamberët janë elita e njerëzimit, janë njerëzit më të mirë që gjithë njerëzit duhet mi respektu pejgambert. Për shkak se ata janë lidhës mes Allahut dhe mes neve. Pejgambert janë ata që Zoti ka komunikuar me ta dhe ata neve na kanë treguar mësimet e Allahut subhanahu wa taala, na kanë udhëzuar në rrugë të drejtë. Andaj ndaj pejgamberëve duhet më pas shumë konsiderat, duhet më respektu se të gjithë pejgamberët pa dallim. E fatkeqësisht Banu Israilit apo Ahlul Kitabet, lese nuk i kanë respektu, lese janë talë me ta, po shpesh kanë ndodhur edhe i kanë vrarë. Bi ghairi haq. Allahu e ka përmend jo rastisht, bi ghairi haq, me pa të drejtë. Për shkak se njerëzit tjerë ka mundësi dikush që të vritet me të drejtë, për shkak se ka bën ndonjë krem, ka bën ndonjë shkelje ligjore dhe njeriu për ligjeve të Zotit gjithandej ka ekzistuar me qëllim që më ruaj çështja njerëzore, kanë herë duhet edhe njeriu të vritet, domethënë me rregullat të cilat i parashohin ligjet. Ndërsa pejgamberi Allahut në asnjë mënyrë nuk ka mundësi që të vriten. Wa qawlihim qulubuna ghulf. Dhe kanë thënë se zemrat tona janë gulf. Dietarët kanë thënë se fjala gulf e ka qëllimin dy kuptime, ose kuptohet në dy versione. Gulf në gjuhën arabe do të thotë diçka e cila është e mbyllur, për shembull sikurse që kjo shishe kapaki që është e mbyll për shembull, që ky është koncepti i zemrës së mbyllur. Çka do të thonë zemra mbyllur? Është ajo zemër e cila nuk njeh, domethënë të mirën dhe nuk e njeh të keqen. Ose për shembull çfarë, uji është brenda edhe nuk ka mundësi me depërtu. Kjo është koncepti i zemrës së mbyllur. E fatkeqësisht zemra zguzon me qenë mbyllur. Për shkak se zemra e shëndosh, zemra aktive, zemra e gjallë duhet mund ndiku prej faktorëve të jashtëm. Domethënë me hije mira në të, edhe mes mëndajt e keqja në të. Ç'kjo është zemra e mirë? Apo siç e ka përshkruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë për zemrën e vdekur ose zemrën e shëmtuar, ka thënë kel kasil men kub, thotë sikurse gota e cila ndrohet, domethënë kthehet mrapa. Që s'ka mundësi me dëpërtu uji, as are, as kurgjeç. Kjo është zemra e vdekur. Fjala gulf po ashtu e ka kuptimin diçka e cila është si enë. E në enë, domethënë qëndron uji ose qëndron gjë sendet. Kanë thonë zemrat tona janë sikurse enë, që kanë pas për qëllim zemrat tona janë të mbushura për plot me dije, kështu që nuk kemi nevojë për dijen tonë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Si të kuptojmë pra, i kanë thonë Bel taba Allahu alejha bi kufrihim, fela yu'minuna illa qalila. Thet Zoti xhaleshanu pasi që janë sjell kështu, pasi që kjo është karakteri i tyre, pasi që kështu kanë vepruar, atëherë Allahu ju ka volosur zemrat e tyre, ju ka volos. Pasi kurse për shembull ku ta çet në një dokument vulen, domethënë çështja e atij dokumenti domethënë ka përfundu. Andaj edhe Allahu subhanahu wa taala ju ka volosur zemrat e tyre. Fela yu'minuna illa qalila, dhe nuk besojnë vetëm se pak. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan adhima. Edhe tjetra e cila ka qenë shumë e shëmtuar, wa bi kufrim, dhe mohim të vazhdueshëm që kanë pas ndaj Zotit xhaleshanu. Wa qawlihim ala Maryam, po ashtu kanë trilluar për Marien alayha salatu wassalam, apo radiallahu ta'ala anha. Domethënë Mariemen e kanë akuzuar si lavire, si të pandershme. E kanë akuzuar me akuza të ndryshme. Andaj për shkak se Mariemja ka pas status të veçantë, për shkak të Mariemes edhe me këtë gjest, domethënë kanë bërë kufër, pra kanë mohuar Allahun subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam. Dhe po ashtu me thënien e tyre se ne e kemi vrar Isen, pra birin e Mariemes radiallahu ta'ala anha. Të ndrum vllazën, këto ajete, të cilat janë domethënë ajeti 157 dhe 158,
e shpjegojnë realitetin e përfundimit të Isës alayhis salam. Tekstualisht kështu thot Allahu subhanahu wa taala: Inna qatalna Isa ibn Maryama Rasulullah. Ne kemi vrar Isën bin Maryamës. Allah thot ai është Rasulullah, është i dërguar i Allahut. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. As nuk e kanë vrar e as nuk e kanë kryqëzuar. Pra Isën alayhis salam, Jezu Krishtin, që është pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala, që është njëri ndër 5 pejgamberët më të mirë, as nuk e kanë vrar e as nuk e kanë kryqëzuar. Walakin shubbiha lahum, por atyre ju ka dokur ose ju ka shtir kinse që ai është Isa alayhis salam. Realisht ka qenë i vrari ose i kryqëzuari ose i gurzuari, domethënë ka qenë krejt dikush tjetër. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min. Ata që bëjnë polemik rreth Isës alayhis salam, rreth përfundimit të Isës alayhis salam, ata janë të paqartë në verdiktin përfundimtar rreth Isës alayhis salam. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann. Nuk kanë dije reale, nuk kanë fakte, nuk kanë argumente, nuk kanë dëshmi, illa ittiba'a dhann, përveç se i ndjekin egot edhe epshet e tyre. Domethënë i pasojnë epshet, i pasojnë egot dhe e kanë auham. Auham është sikurse iluzione, domethënë gjëra të paqarta. Gjëra të cilat nuk janë të bazuara në argument të shëndosh. Edhe nëse e marrim konceptin e besimit, trinitetit për shkak, e shohim se është një filozofi e cila nuk ka mundësi më kuptu me logjikën e shëndosh. Domethënë Zoti xhallahu me këto ajete don mi demantu këtë ideologji ose këtë bindje që kanë kundrejt ose drejt Isës alayhis salam. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann. Nuk kanë dije, nuk kanë argument, nuk kanë fakte. Vllazën, feja jon, besimi jon, në të gjitha fushat e besimit, në të gjitha fushat e legjislacionit, në të gjithë fen nuk ka mundësi me ardh diçka feja në kundërshtim me logjikën e shëndosh, me logjikën e pastër të njeriu. Logjika, domethënë, është e pastër dhe përputhet me natyrshmërinë e fesë. Dhe nuk ka mundësi feja më ardh kundër logjikës së pastër të njeriu. Andaj, për këtë arsye vllazën, na musliman do të më qenë shumë komod, do të më qenë shumë krenar, do të më qenë shumë të qetë, se feja jon është fe arsyes, është fe e pastër, është fe e shëndosh. Nuk ka ngarkesa ideologjike të pakuptueshme. Çdo gjë është e qartë në fen ton. Nuk ka diçka e cila është zi, nuk ka diçka e cila nuk komentohet, nuk ka diçka e cila është veç për shembull, për hoxhallar, e kjo tjetra për xhamat, jo se ju nuk e kuptoni këta, nuk e dini këta, cila është rëndësia, cila çdo gjë është e qartë në fen. Për këtë arsye Muhamedi alayhis salam para se vdek ka thonë: "Taraktukum ala mahajjati al-bayda, layluha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Thot ju kumlon juve fen shumë të qartë, shumë të kuptueshme. Ashtu sikurse çush është sot pika e diellit, apo çfarë drite sot është për shembull. Edhe ashtu sikurse çush është nata e errët. A ka mundësi dikush marrë me thonë tash në pikë ditës, në një sahati, në këtë diell i cili është duke rrezuar me thonë që tash spedia është dita, është natë. Jo, tash është pika e ditës. Është shumë e qartë. Çështu është e qartë feja jonë vllazën. Malhum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann. E kundërta e ilmit, e kundërta e dijes është pasimi i epshit. Është paqartësia, është iluzionet, janë gjëra të cilat nuk janë të ndërtuara në bazë të fuqisë së argumentit, në bazë të fuqisë së arsyes. Wa ma qatalu yaqina, nuk e kanë vrarë Isën alayhis salam. Barrafa'ahu Allahu ilay. Zoti e ka ngritur Isën alayhis salam. Ka qenë mrekulli e Zotit. Vullneti i Allahut. Zoti e ka marrë Isën edhe ka ngrit në qiell. Wa kana Allahu azizan hakima. Zoti është aziz. Aziz do të thotë krenar. Dhe hakim është i urtë. Çdo veprim që e bën Allahu e bën në kulmin e urtësisë, në kulmin e krenarisë. Wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bih qabla mauti. Dhe çdo i ftar i librit do të besojë në realitetin e Isës alayhis salam në momentin kur Isa do të rikthehet përsëri në tokë. Na besojmë për besimit me qenë imani i plot fuqishëm është do të më besu se Isa alayhis salam do të rikthehet përsëri në tokë. Wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida, dhe në ditën e gjykimit, në ditën e llogaridhënies, Isa alayhis salam do të jetë dëshmitar për të gjithë ata që e kanë mohuar Isën alayhis salam. Me këtë do ta përfundojmë këtë temë.
E lutim Zotin xhaleshanu që na bën të qartë, të kuptueshme të vërtetën dhe të jemi pasues të saj. Në të njëjtën kohë na mundson Zoti ta kuptojmë lajthitjen, të kotën, humbjen, devimin, lajthitjen dhe që të jemi shumë larg kësaj. Zoti na mbush zemrat tonë me dashuri ndaj Zotit, me iman, me besim dhe që besimi, drita e besimit të jetë ai detektuesi i cili e dallon vërtetën nga kota. Walhamdulillahi rabbil alamin.